Do të flas pak për këto zhvillimet ndërkombëtare, është duke ndodhur diçka në Iran, Hoxh, dhe si e sheh zhvillimet atje, çka solli deri tek sulmi ndaj Iranit. Dhe a duhet të ripotencohet se kur flasim për Islamin, në fakt ne flasim për Islamin, por ka një ndarje të madhe mes shia dhe sunnive. Pa fje dyshimi, është një rregull të cilën thuhet e përcjell në historikisht dem baba dem, çka të bësh para dite pritë mas dite. Irani, sidomos prej vitit 2010 e deri sot, ka bo kërdit e shtetet islame me shumicë absolute sunni. Irani është sebeb për vrasjen e përmbi 10 milionëve musliman, andej në 4-5 shtete, duke fillu në Irak, në Siri, në Liban, në Jemen, e ku ka mujt me vendos fitilin duke përdorur narrativen se gjaja kjo e mbron Islamin dhe e ka në huj dinin dhe imanin, gjithë ato masakra të lahtarshme, o s'kan bo qëtnikt kur gjë, në shqiptari që kanë bo rafidhit në për këto vende që i përmenda më herët. Mirë po, realiteti është civilt mu mëdhimen pa dalim kudo që humbin jeta njeriut mbi të gjitha është e çmueshme, mi por regjimet në të dy taborët kudo që janë duke hi njerëzimit në hak, edhe janë duke e kurdisni bombë për të cilën kanë mja po sherën, jo vetëm na si civili dhe të tjerat që do të jemi viktim, inshallah nuk do të realizohet ai plani ugërzi, por jam i bindut se në asnjë rrethon nuk do të i shërbejnë interesit njerëzor, kudo dhe çdo dhe çush mendojnë njerëzit, edhe besojnë ata. Ka, mendoj, kur e sheh prej këtij, se është zhvillim i madh ndërkombëtar, edhe ka ndikim natyrisht edhe në shtetet zhvilluara ata.